Hidrocentralet e kaskadës së Drinit nuk kanë kryer shkarkime gjatë kësaj të martën, ndërsa të nënatën zyrtare tregojnë se niveli i ujit në ecjen e Fierzës ndodhet pranë kufirit maksimal të lejuar. Pavarësisht kësaj, situata hidrike paraqitet e qëndrueshme dhe nën kontroll të plotë. Sipas informacioneve nga specialistët e sektorit energjetik, prurjet natyrore në kaskadën e Drinit kanë pësuar rënje të ndjeshëm krahasuar me ditët e fundit, ku rreshtet intensive të shiut rritën ndjeshëm sasinë e ujit. Megjithatë, kjo rënje po kompensohet përmes menaxhimit të kujdesshëm dhe shkarkimeve të kontrolluar nga eci i Fierzës në funksion të ruajtjes së balancës së gjithë kaskadës së Drinit. Aktualisht niveli i liçenit të Fierzës është 292.7 metra, rreth 3.3 metra nën nivelin maksimal të lejuar prej 296 metrash, ndërkohë prurjet që hyjnë në liçen mbeten të larta në rreth 900 metër kub për sekond, çka kërkon monitorim të vazhdueshëm nga strukturat përgjegjëse. Në të gjithë kaskadën e Drinit nuk po kryen shkarkime ujore, ndërsa moti gjatë kësaj të marte ka qenë qëndrueshëm dhe pa rreshje shiu, faktor që ka ndikuar pozitivisht në stabilizimin e situatës. Specialistët e ecit të Fierzës bëjnë me dije se po veprohet në përputhje të plotë me protokollet e miratura për menaxhimin e situatave hidrike. Ata theksojnë se balancimi i prurjeve dhe monitorimi i vazhdueshëm i nivelit të ujit mbeten prioritet, veçanërisht në rast se shkria e borës në zonat malore të kaskadës së Drinit ndodh me ritme të shpejta.